Në pikë të ditës hynë e morën gjithë arin. E gjithë kjo ndodhi në këndërtesë në lagjen Ulpiana, në të cilën hajnat pa ju trembur syri përfunduan misionin e tyre. Raste si ky janë goxha të shpeshta, thonë banorët e Ulpianës. Ku një orën e kanë vjedhë, këtë me të vjetë, sot sofistikuma që pëthojnë këta. Po e ishin, po për di që koshtë orja të ketë. Sa në tërë kjo posti? Vjen ko, lotër mi e përgjashën, po. A ka këtë më i kusha? Po qërë të një bile. Po qëfar policia, qëfar kushi. Ska kur kush. Hajnat nuk kursyen as zyrtar e ish ministra. Ata i hynë në shtëpi edhe ati që ishte në krye të sigurisë në vend, ish ministri të punëve të brendshme Bajram Regjepi. Sapo policia që dikur e ruanin u larguan nga ndërtesa ku ai banon. Vjedhësit cak i kanë edhe udhëtarët në stacionin e autobusëve. Ani pse këtu ka policë e roje. Po nështë vjedhet ka ndodhë, një vjedhet ka ndodhë që unë që është lajmëru, kanë qenë gjatë egzodit që ka qenë gjatë kohë, edhe më duket që një vjedhet ka ndodhë udhëtarë që vinë prej shteteve të jashtme prendimit. Pa vjedhur nuk e lan as te artarët. Do në raste zakonisht kanë qenë për këto vite, domethënë sa punoj një rast, më kanë ndodhur, domethënë kur kanë tentuar ka qenë rasti kanë tentuar me vjedh mështërit. Më marr kanë qenë ato femra kanë tentuar me marr koletën prej çantës, mirë po fatmirësisht ka pështu. I kum pas 3 raste që ma kanë thy, po natën, masë që kam byllë lokalin, e kanë thy, domethënë 3 herë kum pas 3 raste, por fatmirësisht s'kanë mri me vjedh kur gjë. E kur bëhet erë, aksionin e zhvillojnë në parkingjet e lagjeve të mëdha, si dhe tek biblioteka kombëtare. Aktivitetin u alesson mungesa e ndriçimit të këtyre pjesëve të kryeqytetit. Pavarësisht ankesave të qytetarëve të Prishtinës, policia thot se këtë vit ka 179 raste më pak të vjedhjeve. Agron Borov, si zëdhënës i forcave të rendit për rajonin e kryeqytetit, tha se nga janarje deri në prill të këtij viti janë regjistruar 322 vjedhje, prej tyre 317 të rënda, në krahasim me vitin e kaluar sa ishin 501, ku prej tyre 464 të rënda. E grabitje për këtë 3 mujor janë regjistruar 25 raste, 21 më pak se në 2014. Për të gjitha këto raste në 2015 janë arrestuar 500 persona, 580 më pak se vitin e kaluar.